Mirdita. Këto ditë u provuan shqiptarve se vendi është totalisht në duart e krimit. Në Sarandë, ai që duhet të ftoj krimin, shkon në diskotek dhe në aktet palejueshme shqetëson qytetare, në lokal detyron bodyguardët ta nxjerrin si një rrugaç jashtë lokalit dhe pastaj vërsulet policia kundër tyre. Në Elbasan, si të pat ju, ditën për drek, para kamerave, para gjithë qytetarëve, vrasi i vendos pas kokët tytën e revolës viktimës, pa asnjë lloj hezitimi apo shqetësimi. Pas arrestimit, fillon përbaltja edhe e kriminalit dhe viktimës në përputhje me doktrinën kokën t'i hanë njëri tjetrit. Një i kërkuar, i shumë kërkuar, Ylli Zalla i vendosin tritol në banesë dhe bën konferencë shtypi para shtëpisë së rënuar nga tritoli. Akuzon policin si autore e mundshme e tritolit. Lamëllari mashtron qytetarët. Thot se e arrestuam, ndërkohë Zalla u dorëzua vetë, se si mund të ketë dorëzim tjetër se sa të dalë në konferencë shtypi, vetëm menja boshe e lamëllarit mund ta cilësoj arrestim me. Ai u dorëzua. Ndërkohë, zjarret në të Katarant në tërësi janë jashtë kontrolli. Trajtimi i zjarrfiksve dhe punojësve të angazhuar në shurjen e flakëve të zjarrit është cinik, i pa shpirt. Asnjë që ndar nga premtimet dhe që e meritojnë të shtesave për vështërsitë e mëdha përballë zjarrit, atyre gjerësot nuk është dhënë. Asnjë papavi mbështetëse për punën të merësisht të vështirë dhe të rrezikshme që bëjnë, nuk kanë. Ndërkohë Rama dhe ministrat e tij bronzohen në diell në plazhet më turistike të vendit. Pra, një shtet mafioz pa ligje, që funksionon i tërë në duart e krimit. Së dyti, duhet të dënoj me forcën më të madhe. Bandat e Edi Ramës, që nëpërmjet Tom Doshit
sulmojnë flamingot, sulmojnë protestuesit paqësor. I kujtoj të mdoshit se ajo është përdor mish për top me 21 janar dhe të heq dorë nga keq përdorimi si mercenari e Edi Ramës. Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe çdo ndërhyrje të Edi Ramës ndaj lëvizjes paqësore rinore qytetare më të fuqishme që vendi ka njohur që nga vitet 90. Dhe u bën thirrje demokratëve të bëjnë çdo përpjekje për të marrë pjesë në këtë lëvizje si qytetar, jashtë logove partijake në interesin më të mirë të vendit. Ndërkohë, panik, tmerr, frikë në kampin e qeverisë. Krijohet Komisioni Balla. Komisioni Balla është komisioni që po kontrollon statuset në mediat sociale të nomenklaturës. Për të identifikuar ata të cilët nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore qytetare dhe flamingove. Pra, viktime e parë e Komisionit Balla do të jetë Niko Peleshi. I cili, sipas Ballës, është treguar sylesh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre. Pritet zëvendësimi i shpejt i Peleshit me Ballën. Laja thaj, Balla i ka mbet atij. Me kryetarin e Komisionit të vëzhgimit të mjetëve digjitale të rrjeteve sociale të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasojë. Ndaj dhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Faleminderit. Të konferencë duke denoncuar situatën e krimit në vend, por a mendoni se duhet ketë përgjegjësi qoftë edhe morale nga ministri i Brendshëm, a kërkoni dorëheqjen e tij për situatën? Faleminderit. A mendoni se duhet ketë përgjegjësi, pra dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, a i kërkoni ju si opozit për situatën e krimit në vend? Faleminderit. Kjo situatë dëshmon bashkëpunimin e shtetit me krimin, për të cilin hiq çdo ministër ai nuk dyshon se është direkt i drejtuar nga Edi Rama. Por se sa merret me krimin, institucioni që duhet merret, jap një shembull të fundit. Drejtori i përgjithshëm i policisë, i emëruar nga bandat aty, me drejtorin e përgjithshëm të IKMT-s, shfaqen në Karaburun për të shkatruar një barake drasash. Ajo ishte barake drasash. Barake drasash. Pra, se si ti servilosen, ti pështirosen publiku dhe servilosen Edi Ramës, ndërkohë kur krimi ka marrë
dhenë. Lamollari nuk duhet ishte kurrë aty, por asgjë nuk zëvendëson dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës nga detyra. Edi Rama është kreu i Meduzës. Është padrinua i mafjes shqiptare. A e lexuat çfarë thoshte? Kur gazetari i nderuar i Unheard i thoshte na thuaj pak për Arubën. Arubën, që sot çdo shqiptare din që në Aruba ishin përfaqësuesit e karteleve më të fuqishme të drogës, karteleve shqiptare më të fuqishme të drogës, ishin biznismen dhe qeveritar të dërguar nga Edi Rama. Kjo është e njohur. Dhe ky paturpsisht i thoshte gazetarit ku janë fotot, ku janë dokumentat, pas ky i thot se Berisha më foli për Arubën, po sigurisht i fola për Arubën unë. Dhe do flas për Arubën në të gjithë arenën. Sepse Aruba është dëshmia më flagrante e shtetit e narkoshtetit, të shtrirë në gjitha nivellet. I shtrirë në gjitha nivellet. Dhe ky thot, ku janë fotografit, duhet i gjejnë fotografit Sali Berisha, Pjondosja, ndaj dhe unë kam denoncuar para jush në mënyrën më të përsëritur skapin si bashkëpunëtor me kartelet e drogës. Pse? Sepse mban sekret emrat e qeveritarëve që ishin në Aruba. Dhe kjo është një tradhti e vërtet e ligjit. Kjo është një mbrojtje e narkoshtetit, një krim i shëmtuar. Kanë nxjerrë me të drejtë emrat e trafikantëve që ishin në Aruba. Kanë nxjerrë emrat e biznismenëve të dërguar nga Edi Rama në Aruba. Të dërguar nga Edi Rama? Po. Nuk nxjerrin emrat e ministrave që ishin në Aruba. Sepse kjo do t'ishte colpo di grazia, goditja e mëshirës përfundimtare për padrinon dhe shtetin e tij, narkoshtetin e tij. Po thuaj se në të gjithë këshillat bashkiak kemi parë një bashkëpunim mes këshilltarëve të majtë dhe të djathtë kundër reformës territoriale të propozuar nga Partia Socialiste. Në rast se mazhoranca ecën e vetme dhe miraton krahas kundërshtive në parlament të reformën e propozuar me 46 bashki, a do e shoh Partia Demokratike, do e vlerësoj skenarin për dorëheqjen e këshilltarëve të djathtë në mënyrë që në ato bashki që refuzojnë shkrirjen apo bashkimin me bashkit më të mëdha, të bllokoj punën në këto bashki? Partia Demokratike është kundërshtarja e parë, siç e dini ju, të projektit të Edi Ramës, me të cilin ai nga 61 bashki kalon në 46 bashki. Ne kemi denoncuar me forcën më të madhe këtë akt të njanshëm për dy arsye kryesore. Së pari, kjo vjen në kundërshtim flagrant me interesat e qytetarëve të këtyre bashkive dhe ka si qëllim madhor
Shqipërinë në plëm të dorës Edi Ramës, për qëndrimin e të gjitha më maksimal të kompetencave dhe funksioneve të qeverisë qendrore. Së dyti, kjo është platformë e shpopullimit të Shqipërisë më e fuqishme disa herë se ajo Çubriloviçit në Kosovë, sepse kjo de facto privon qytetarët nga shërbimet e domosdoshme për komunitetet në zonat e tyre. Ne natyrisht po e ndjekim, kemi një dhe do vazhdojmë një dialog me qytetarët, do nërmarim të gjitha hapat për e duhura për kundërshtimin e saj. Një reagim pozitiv vjen nga Kongresi i Autoriteteve rajonale dhe lokale të Këshillit të Europës, cili nuk mund të konceptojë që të merren vendime pa u pyetur komuniteti, pa lema të nxirret jashtë, se ky është dhe mizogen. Ky është një mizogen i pashembull në një akt ekstrem mizogenie. Ekstrem mizogenie. Ky nxjerr nga mbledhja kryetaren e Bashkisë Dimalit. Vetëm se guxon dhe nuk nxjerr ata kryetarët që thanë të njëjtat gjëra. E kuptoni ju çfarë mizogeni është ky? Që s'mund ta nxjerrë të kurrë. Në një anë, ky filloi të flasë për besën. Po në qoftë se ecë në rrugën, po është i pa besë, në rrugën e besës dhe të kanunit, në kuvend, që të gjithë pa përjashtim janë të barabartë. Edhe jo t'i thurë të nxjerrësh një grua nga një zonjë nga mbledhja. Pavarësisht ajo është socialiste, po ky është një ofendim, një lëndim për gjitha gratë të Shqipërisë. Është mizogen. Fundjavës ju pohuat se Partia Demokratike ka nisur punën për përgatitjen e zgjedhjeve lokale. Pyetja ime konsiston, a do ketë dhe përgatitje për primarët, a ka nisur puna për përgatitjen e tyre, apo këtë herë në këtë betejë lokale Partia Demokratike do bëjë një përjashtim duke parë dhe situatën politike dhe për të mos i zgjedhur kandidatët e saj përmes primarëve? Mendoj se vendimet do merren në kohën e duhur, por përcaktime statutore janë përcaktime statutore. Zbatimi i tyre është një detyrim për Partinë Demokratike, sidoqoftë forma, rruga që do ndiqet do përcaktohet nga forumet. Faleminderit.